ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve është apërru në vitin 2018. Si e tillë është vënë funksion diku ka fundi vitit. Agjencia nga fillimi ka filluar të krijojë kapacitetet për trajtimin e rasteve. Në fillim ka pasur në 2019 ka pasur 4 raste, pastaj në 2020 ka pasur nëse nuk gaboj me 10-12, pastaj është rritur numri i rasteve në mënyrë goxha të shpejtë. Po rritja më e madhe është bërë gjatë 3 viteve të fundit. Përderisa në vitin 2022 kanë qenë 20 raste, 23, 20 raste, 24 kanë qenë 48 raste, këtë vit vetëm deri tani janë 73. Do të kemi gati 2 fishim, po presim deri në fund vitit që kemi 2 fishim të rasteve sinjalizimit. Tash, kjo është për neve shenjë besimit në mision, edhe edukim e zyrtarëve publik për të sinjalizuar. Agjencia ka tentu të rrisë kapacitetet edhe për trajtim të rastit. E kemi rrit numrin e zyrtarëve, kemi kriju një njësi e cila e ka një zyrtar më shumë. Për momentin kemi resurse të mjaftueshme për trajtimin e rasteve të raportuara. Njësia mendohet të jetë më e madhe, po për këtë numër të rasteve ne kemi zyrtar të mjaftueshëm. Janë dhënë resurset adekuate njësisë, edhe ato të logjistike për qasjen kudo në Kosovë, edhe komunikimi jashtë sistemit qeveritar, sepse një prej standardeve është që komunikimi me agjencinë mos bëhet përmes emailave të domenit qeveritar. Kemi përdor domene jashtë qeveritar për të garantuar këtë integritetin e hetimeve. Në anën tjetër kemi përmenda edhe mundësinë për të shkuar kudo në Kosovë dhe për të pranuar sinjalizimin, por edhe kjo ka treguar rezultat sepse kemi pasur sinjalizime të komunave të largëta, ku zyrtarët tonë kanë shku brenda një ore gjys në to dhe kanë pranuar informat. Çka ka qenë tepër e rëndësishme për mendimin tim është edhe ngritja e kapacitetit të zyrtarëve brenda institucioneve që janë përgjegjës për të trajtuar raste të sinjalizimit. Ne kemi pasur një sfida duke filluar edhe nga emërtimi. Ka zyrtarë që janë përgjegjës për trajtimin e rasteve të sinjalizimit, kryesisht e kanë quajtur veten sinjalizues e nuk kanë qenë sinjalizues. Pastaj zyrtarë tjerë kanë qenë të dekurajuar sepse kanë menduar se vetëm detyra e këtyre zyrtarëve është të sinjalizojnë, jo e të tjerëve. Ne tashmë këtë kemi tejkaluar, që 2 vite jemi duke i trajnuar dhe ritrajnuar këto pika kontakti për trajtimin e rasteve. Nuk besoj që është ndonjë nga ata më që quajnë veten sinjalizues të paktën, e dyta kanë kapacitete për zhvillim të hetimeve bazike administrative, që është detyrë e tyre. Kanë shumë nga këta kanë zhvilluar aktivitete vetëdijsuese brenda institucioneve për mekanizmin e sinjalizimit. Kemi këtë vit kemi pasur fillimisht kemi trajnuar këta zyrtar, kemi trajnuar edhe si të bëhen prezantimet, pastaj këta janë shkuar dhe kanë multiplikua këtë trajnim në kuadër të institucioneve të tyre. Do të është rritur vetdia e zyrtarëve publik për sinjalizim, sepse agjencia është përgjegjëse për sinjalizimin në sektorin publik. Si e tillë ne target kryesor kemi zyrtar publik, sepse ata duhet ta dinë mekanizmin dhe të drejtat. Apo mbrohen realisht sinjalizues në Kosovë ashtu siç mbrohen nga ligji? Po besoj që nuk jemi keq. Ajo lajmi i keq është se globalisht sinjalizues trajtohen keq. Kanë sfida të shumta. Ç'kan sfidat kryesore në Kosovë për sfida kryesore në Kosovë është mbrojtja e të drejtave të tyre nëse ato shkelen. Mbrojtja e drejtave të sinjalizuesve bëhet në gjyqësor. Vonesat pra problemi ka sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë ndoshta nuk është problem sepse sistemi gjyqësor është ngadalë për secilin rast, nuk është vetëm specifikisht për sinjalizues, kështu nuk është vetëm pjesë e kësaj tërësisë të resursave të manguara apo organizime apo që nuk janë mandati joni të trajtojmë, por ajo që është e rëndësishme është që nuk ka numër të madh të shkelë. Atë që po besoj që raste më të mëdha ku shkelen drejta sinjalizuesve janë kur nuk përdoret mekanizmi i agjencisë për të raportuar, po përdoret sinjalizimi publik. Sinjalizimi i jashtëm. Sinjalizimi i jashtëm publik, ku dërgohet ose përmes një tobimi ose të ndonjë OJQ apo ndonjë medium, e në atë rast po identifikohen lehtë edhe po targetohen qoftë me mos promovim në detyra, pastaj kurdo që mund të ketë ndonjë mundësi, po edhe në degradim në detyra, e të cilat sipas ligjit nuk mund të ndodhen për arsye të sinjalizimit. Por tashmë, për shkak të gjendë ndonjë arsye tjetër, e cila pastaj po përdoret për të marrë këto masa, rastet pastaj dërgohet në gjyqësor, është institucioni i cili duhet ta dëshmojë që nuk është marrë ai veprim pse ka ndodhur sinjalizimi. Po këto vanesa pastaj po besoj që janë goxha problematike sepse realizimi të drejtës
të sinjalizuesit është tepër vonë, shkakton goxha shumë pasoja juridike, edhe nëse kthehet në vendin e punës, nëse promovohet, dëmtohet vetëm buxheti, por nuk arrihet qëllimi i ligjit. Po mendoj që problemi më i madh është sinjalizimi në sektorin privat, nuk është në sistemin publik. Tek e fundit te ne funksionon. Në sistemin privat është problemi mjaft i madh. Pa funksionalu nuk është gati disfunksional. Pa funksionu sistemi në sistemin privat, ne nuk mund të kemi suksese në sistemin publik.